Kryebashkiaku i Ersekës, njëkohësisht humoristi Erion Isai, ka dhënë fund zyrtarisht martesës me bashkëshorten e tij. Ndonse fjalët qarkullonin prej kohësh se Isai jetonte i vetëm mes Tiranës dhe Ersekës, së bashku me thashëtheme të tjera, kjo asnjëherë nuk ishte pranuar prej tij. Por tashmë duket se ndarja është zyrtarizuar nga gjykata e Tiranës në prill të këtij viti, ndërsa kërkesa për divorc ishte paraqitur një vit më parë. Isai dhe Ailin Petrela ishin martuar në vitin 2011 dhe bashkë kanë edhe 2 fëmijë. Në vendimin e gjykatës, ndër të tjera thuhet se nuk ka më afeksion, jetojnë të ndarë dhe martesa e tyre ka humbur kuptimin. Disa vite më parë, Ailin kishte folur hapur për rolin e saj në marrëdhënie gjatë një interviste në një emision mëngjesi, duke lënë të kuptohet për një disbalancë të gjatë në sakrifica. Kam sakrifikuar karrierën time për t'i dhënë hapësirë karrierës së Erionit, kishte rrëfyer ajo. Ai ka sakrifikuar vetëm 2 muaj, nga 12 vitet tona së bashku. Petrela, regjizore me profesion, e kishte cilësuar arritjen e 2 vajzave si arritjen më të madhe personale. Por kishte lënë të kuptohej se ishte koha të kthehej te vetja dhe pasioni për artin. Ndonse ndarja ka ndodhur larg kamerave, nuk mund të thuhet se ka kaluar pa zë, dhe për ata që dyshonin, me sa duket, nuk kishin gabuar.